Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Namazi është shtylla e fesë, drita e besimit dhe e zemrës, qelsi i lumturisë, miraxhi i besimtarit. Çdo mend se namazi është fitore, namazi është sukses, namazi është shpëtim. Andaj ka thënë Allahu xhaleshanu qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, kanë shpëtuar besimtarët ata që namazin e tyre e falin me përulje. Fjala namaz në gjuhën arabe rrjedh nga fjala sala, që do të thotë dua në aspektin gjuhësor, lutje me bu Allahut azza wa jall. Është namazi i vetmi fars, i vetmi obligim, i vetmi ibadet i cili është bën obligim direkt nga Allahu dhul Xhelal te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pa ndërmjetësimin edhe vet Xhibrilit. Namazi, për dallim prej të gjitha këtyre, është shpallur në një natë, në një ngjarje e cila është e jashtëzakonshme dhe është interesante, ka të bëjë me udhëtimin e një orë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili është i njohur si udhëtimi i Isras dhe Mi'rajit. Dhe në këtë rast, derisa Muhamedi alayhi salatu wasalam ka qenë në qiell, në fqinjësinë e Allahut azza wa jall, atëherë i është shpallur obligueshmëria e namazit. Kjo në vetvete flet shumë për vlerën e namazit dhe flet për faktin se namazi vërtet është një privilegj i madh dhe secili besimtar duhet ta përjetojë namazin sikurse është një ngritje shumë e lartë deri tek Allahu fuqiplot. Falja e namazit është një obligim të cilin e ka obligu krijuesi i gjithësisë për neve. Dhe një njeri, qoftë intelektual apo jo, ai duhet ta kuptoj se për t'u nënshtruar Allahut, krijuesit të gjithësisë, ai i cili furnizon këtë gjithësi, e mban këtë gjithësi, duhet të nënshtrohemi në atë mënyrë që ai na ka mësuar përmes pejgamberëve të tij, shpallëve të tij.